beson që mund të ketë një shoqëri të mbetur pas gjitha asaj historie të dashurisë, apo thjesht kanë qenë momentet e vështira ato që e kanë bërë një komunikim më njerëzor për ju të dy? Po, definitivist mendoj që do ketë në të ardhmen një raport shoqëror, mendoj që për momentin, për shkak të ndjenjave dhe gjithçka tjetër është e pamundur. Andaj edhe jemi shkëputur një periudhë kohore, sepse nëse jeti përreth gjatë gjithë kohës, ka dashuri brenda, ke jetuar, ke eksperienca, të mungon, është kjo ndjenja e mungesës. Kështu që ti e dashuron akoma ato? Absolutisht, dashuria nuk është diçka që vjen edhe mund ta heqësh si me dorë edhe thua, ok, në këtë moment e dua dhe në këtë moment nuk e dua. Edhe nuk mendoj që duhet të mos e dua ndonjëherë, sepse nuk është që më ka dhënë arsye për të mos e dash ndonjëherë. Andaj edhe unë kam qenë shumë insistuese edhe në fillim që mund të rregullohet, ne vajzat e kemi këtë ndjenjën e sakrificës, se rritemi me të. S'ka gjë se gjithçka bëhet mirë, gjithçka kalon dhe ti me kalimin e kohës e sheh që thjesht je rritur ndaras nga një person dhe më e mira që mund të bësh është të ndash rrugët dhe të ngelet diçka për të konsumuar më pas, që të mos shkojmë, sepse çiftet e ne kur ndahen zakonisht bëjnë armiq të njëri tjetrit, ka shumë fjalë, ka shumë diskutime, ne s'kemi dashur asnjëherë që kjo të jetë historia jonë, edhe andaj edhe është shkëputur me kohë që të ketë diçka më tutje për të konsumuar. Dhe në fakt është për të përshëndetur si veprim nga ana ju të dyve, është shumë e shëndetshme të jetë një ndarje e tillë, ani pse ndoshta ato vështirësitë për të cilat fole mund të mos jenë edhe aq. Cilat kanë qenë këto vështirësi saktësisht, Rita? Në për çka ke kalu gjatë kësaj faze? Sepse e di që e ke përmendur disa herë që 2024 ke konsideruar që nuk ka qenë. S'ka qenë vitim, jo, s'ka qenë vitim. E kam konsideruar të tillë edhe pse terapistja ime insiston që kjo s'është e vërtetë dhe mendoj që deri diku ka të drejtë. Ne tentojmë, jemi të prirur, t'i shohim vetëm momentet e këqija në jetë edhe të mos i vlerësojmë ato të mirat. Kur unë e shoh pak kthehem kështu prapa në kohë, e shoh që realisht unë kam pasur shumë suksese vitin e kaluar, po thjesht ja që je fokusuar te ato që të lëndojnë, që të ngarkojnë shpirtin, saqë nuk i sheh. Ka pasur shumë gjëra, Blerona, ka qenë pak sfida e shëndetit tim mendor, fakti që unë kisha sulme paniku, nuk mundisha të flej shumë mirë. Ishte hera parë që përjetove diçka të tillë? Përballesha po, edhe ti nuk e di me çfarë përballesh, derisa të vendosësh të shkosh në psikolog, të diagnostifikohesh, të shohësh se çfarë është realisht. Kështu që ka qenë një vit i lëkundshëm me idenë që hëse kalon, që nuk është diçka serioze, unë jam e fortë, ajo ndjenja e asaj që jemi mësuar në hëse kalon kjo, ku kam kohë unë të merrem tani me sulmet e panikut.